ashtu si të përmbysën diktaturën e baballarëve tu, ashtu si të vendosën tregun dhe demokracinë, ashtu si të antarësuam Shqipërinë në NATO, ashtu si të transformuam Shqipërinë, të ndërtojmë tani Shqipërinë madhështore, Shqipërinë më të bukur që shqiptarët kanë patur tërë historinë e tyre. Ndaj dhe ne këtë projekt do të nisim jo me patronazhistin si që nis ti, jo me ata ministrat atë klanin të nda oligarkët që malë për rreth vjedh dhe plaçkit me mënyrë të pamëshirë këtë vend. Po do të nisim me ata që ruajnë kafshatën. Do të nisim me ata të cilët qajnë me lotë mjerimi. Do të nisim me ata 750.000 burra të cilët i ke katandisur, si as kusht tjetër në Europë. Do vendosim minimum jetik, 200 euro, për çdo pensionist, për çdo student, për çdo të papunë, për çdo ndihmë ekonomike. Ne jemi partia e rritjes dhe dyfishimit të rrogave dhe pensioneve. Ne do i rrisim dhe dyfishojmë ato. Vetëm në këtë mënyrë, ne u rikthejmë familjeve shqiptare, të cilat janë të shenjta për ne, u rikthejmë dignitetin, u rikthejmë shpresën, u rikthejmë besimin tek vetja, familja dhe Shqipëria. Shqipëria e punës, Shqipëria e njerëzve të paguar, Shqipëria e njerëzve që prodhojnë, Shqipëria e njerëzve të suksesit, është qëllimi i projektit tonë. Da edhe unë jam këtu për të zotuar para shqiptarve se qeveria do të vendosë mbi ta taksat më të ulta që ekzistojnë në Europë dhe në botë. Në mënyrë që ju, me të mundin djersën tuaj, të begatoj, të mkëmi, të pasurohi. Miqtë e mi, nuk ka një vend të dytë të pasur si Shqipëria. Nuk ka 28.000 kilometra katror që të ketë pasurit e saj prallore. Sot, ato të shfrytëzohen nga Edi Rama dhe oligarkët e tij, një lloj si sistemin më tegër kolonial. Nesër, ato do kthehen në pasuri për ju, për fëmijët tuaj, për Shqipërinë madhështore, për Shqipërinë e të ardhmes. Pastrimi i shtëpisë edhe një herë. Zoti e do Shqipërinë kur ne të pastrojmë atë. Zoti vjen në shtëpi kur ne ta pastrojmë atë. Ndaj dhe ju garantoj se zero tolerancë ndaj korrupsionit do t'jetë motoja jonë. Të dashur miq, njeriu i lirë, njeriu i punës, njeriu i ndershëm, nuk ka armik më të egër se korrupsionin e qeveritarëve të tij. Korrupsioni vret mundësitë
e të rive, vret mundësinë e njerëzve. Korupcioni mbjell krimin dhe pasigurin. Korupcioni mbjell skamjen dhe varfrin. Jam këtu për të zotuar para shqiptarëve se zero tolerancë ndaj shpërdorimit vjedhjes pasurive tyre, parave tyre. Jam këtu për të dhënë fjalën shqiptarëve se auditi i përgjithshëm i narkoshtetit do u rikthejë shqiptarëve qindra miliona euro më shumë të vjedha prej tyre. Jam këtu para jush për të zotuar se organizatat kriminale kudo që janë, në Shqipëri, në Aruba, në Dubai, kudo të ndodhen, do vendosen para ligjit në Shqipëri dhe bashkë me ta, ministrat kriminal, ministrat hajdut. Ligji dhe vetëm ligji, të drejtat e qytetarëve, shteti ligjor, janë dhe do mbetën motoja jonë. Miqtë e mi, Shqipëria madhështore është vetëm Shqipëria e ëndrës së këtyre të rive. Ndaj dhe Shqipëria do jetë madhështore atëherë kur ta shtrojmë ne këtë në epicentër të teknologjive më të larta, kur ta vendosim Shqipërinë në trenin e revolucionit teknologjisë së lartë, ta shtrojmë atë në epicentër të data qendrave, të inteligencë artificiale,